Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma Mesju. Besoj e keni pa kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media me ndërmjetësin në dialog Kosovë-Serbi, zotin Sorensen, dhe shefin e BE-s në Kosovë, i cili dha një lajm të rëndësishëm para të gjithë nesh. Tha që ka vendosur që ligjin të cilin e kam promovu një kohë të gjatë të mos e zbatoj në tërësi. Dhe ky mos zbatim lidhet direkt me serbët e Kosovës, përfshir njohjen e dokumenteve të lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Dhe kjo kaloi paksa si në heshtje. Pse qyshe si, do të flasim sonte me Visari Merin, mikun edhe kolegun tim, i cili si mas me është prej njerëzve që i nje mësë miri këto tema dhe që i nje mësë shumë të Albin Kurtin. Visar, mirëmbrëma. Zoti Kurti njohu strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Ka interpretime të ndryshme se ai dëboj radojqiqin nga Kosova, çka nuk është të vërtet, sepse ai kreu një sulm terrorist. U hoqen masat, çka është keq interpretim, se masat u hoqen për shkak se zoti Kurti lëshoj pe fort bile, dhe tashmë kemi një situatë kur dokumentet e lëshuara nga qendrat koordinuese të Serbisë në Kosovë njihen zyrtarisht nga Republika e Kosovës. Ato dokumente ku shkruan Kosovska Mitrovica, ku shkruan Peq, ku shkruan Gjakovica, ku shkruan Uroševac. Pra, policia jonë, nëse i ndalon njerëzit me këto dokumente, nuk ju nxjerr asnjë problem, pra i pranon si të rregullta, sepse kështu ka vendos Albin Kurti. Si e ke po këtë? Po, tash problemi i parë që shohune është që, domethënë, njohja e këtyre dokumenteve, ose më mirë thënë, problemi i parë që është që kur e ki një ligj të miratuar në kuvend, siç është ligji për të huajt, ligji për automjetet, ligje të tjera, ndryshimet eventuale në atë ligj, qofshin ato të përkohshme, për shembull shtyrja afateve kështu me radhë, mund të bëhet vetëm nga kuvendi, apo jo? Kuvendi e miraton ligjin dhe kuvendi mund me amandamentu ligjin. Nuk ka drejt asnjë institucion në Kosovë. Pra, ky është vendim i paligjshëm. Është vendim i paligjshëm, sepse nuk ka drejt asnjë institucion në Kosovë, prej kryeministrit të poshtë, madje edhe prej presidentit të poshtë, që ka drejt me vendos për suspendim të zbatimit të ligjit për një kohë të caktuar. Asnjë, për asnjë ligj. S'ka kjo të bëj me komunitetin. Qysh është kjo, mundesh me na shpjegu se je marrë me ligje gjatë? Kur miratohet ligji dhe i ka dispozitat ligji. Po, dhe hyrën fuqi. Ligji për shembull zakonisht Kosovë e sponsorizon qeveria, shkruan qeveria, edhe pse edhe deputet kanë drejt, por zakonisht qeveria i bën ligjet, i çon kuvend, kuvendi i miraton, i amandamenton nëse ka nevojë, i ndryshon disa nena ashtu siç jam mendja, dhe pastaj momenti që ai ligj votohet për herë të dytë në kuvend dhe shpallet në këtë gazetën zyrtare, ai është ligj i zbatueshëm. Po. Në momentin që ligji i zbatueshëm duhet mos zbatuar në plotëni. Pavarësisht që aty mund me pas gjithë nene dhe klauzola me cilat mund mos mu pajtuan e ti. Për shembull, që ta zëmën e ti jena polic, e kena aty një nën që na duket që është i tepërt. Po s'ki çare pa e zbatuar. Po. Dhe kryeministri ka të njëjtin obligim, sepse kryeministri buron nga kuvendi, domethënë qeveria është prodhim i kuvendit, i shumicës kuvend dhe i përgjigjet kuvendit. Dhe kur miratohet një ligj, këtë rast ligji për të huajt, ai duhet mos zbatuar në plotëni.
Po. Ose, me thonë kështu, qeveria me pa që ka disa nene të cilat nuk po janë të zbatueshme, për çfarë do arsye qoftë, me i dërgu ato në kuvend, me bot debatin në kuvend, dhe kuvendin fund me vendosë sipas debatit, në mënyrë racionale ose tjera. Për me shty ose me ndryshu ose... ose... Për pranojmë, për shtim ne për shembull kalimtar, për shtim 2 nene kalimtare, kështu më radhë. Ka ligje dhe kushtetuta jonë ka pas nene kalimtare. Atë kujtohet, kur ka qenë pavarësia mbikëqyrë, që kemi pas nene kalimtare. Që to vlen derisa ka pavarësinë mbikëqyrë. Momenti që ajo përfundojnë edhe zbatimi këtyre neneve. Në ligjin për të huajt nuk ka kësi nene kalimtare. Po. Dhe tash çka ka bëu kryeministri është marrëveshje me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, ka vendosur me suspendu zbatimin e ligjit për një pjesë të caktuar popullsisë për një kohë të caktuar. Që është krejtësisht kriminale. Që është komplet e paligjshme, edhe është në mënyrë, domethënë uzurpim ose keqpërdorim i pozitës zyrtare që e ka si kryeministër në raport me sundimin e ligjit. E pse BE-ja pranon një gjë të tillë? Kur dihet që nëse ne ligj tjetër, çfarë do të qoftë, abrogohet në këtë mënyrë, pra merret vendim mos mu zbatu. Bashkimi Evropian kishte reaguar dhe kishte kritikuar qeverinë pse po e shkel ligjin. Dakor. Në këtë rast po e mirëpresin. Kjo është procesi negociator. Një gjë që na duhet me pas parasysh është që pavarësisht çka ka bëu Bashkimi Evropian, të cilat i kanë njëjtë, domethënë se Bashkimi Evropian në fund ka interes që marrëveshja procesi dialogut dhe marrëveshja e arritura më u zbatu. Është përgjegjësi institucioneve tona që me i përfillë rregullat dhe procedurat ligjore të vendit. Jo e Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian nuk i intereson të ke fund çfarë bëti. Bashkimi, nëse ti do me shkel kushtetutën tonë dhe ligjet tua, Bashkimi Evropian më thonë që kjo gabim pa s'ka çka më duh. A mujmë të dëgjoj Xhelalin çka ka thonë për çet ligj? Kur ka dalë me një video kështu promovuese se çysh duhet mu zbatu ligji për të huajt edhe ligji për automjete. Është fantastik Xhelali. Të nderuar qytetar dhe vizitor të huaj në Republikën e Kosovës. Shfrytëzoj rastin që ju njoftoj se ka filluar periudha informuese për zbatimin e ligjit për të huajt dhe ligjit për automjete, fushat e cila zgjat deri më 15 mars 2026. Pas kësaj date, këto 2 ligje do të zbatohen plotësisht, që nga 16 janari, në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin e Prishtinës, të huajt janë informuar për detyrimet ligjore që lidhen me hyrjen, qëndrimin, punësimin dhe qarkullimin në Republikën e Kosovës. Vizitorët e huaj duhet të kenë dokumente të vlefshme udhëtimi, të respektojnë afatin dhe qëllimin e qëndrimit dhe të paraqesin adresën brenda 3 ditësh nga hyrja. Qëndrimi afashkurt lejohet në 90 ditë brenda 180 ditësh, por pa të drejtë pune. Për punësim, nevojitet leje qëndrimi dhe leje pune. Ministria Punëve të Brendshme po lehtëson procedurat duke mundësuar paraqitjen elektronike të adresës, si dhe aplikimin për leje qëndrim edhe në Mitrovicën e Veriut, Gjilan dhe Prizren. Sa i përket automjeteve, të gjithë, si të huajt, ashtu dhe qytetarët tanë, duhet të respektojnë afatet për qarkullimin e automjeteve të regjistruara jashtë Kosovës dhe rregullat për përdorimin e patent shoferëve të huaj. Këto ligje vlen njësoj për të gjithë dhe janë të harmonizuara me standardet evropiane, me qëllim garantimin e sigurisë, transparencës dhe trajtimit të barabartë. Ato janë thelbësore për menaxhimin e kufive, migracionit dhe rendit publik. Ju ftoj të përcjellni kanale zyrtare për informata dhe mbështetje teknike gjatë kësaj periudhe. Ju falenderoj për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin dhe ju uroj mirëseardhje dhe qëndrim të këndshëm në Republikën e Kosovës. Dhe pajtohet. Pajtohesh se kështu është ligji. Qashtu është ligji, është ligj me standarde evropiane, është ligj të cilin e ka kërkuar Bashkimi Evropian. Në fakt, se këto janë standarde që na kur udhëtojmë Bashkimin Evropian, na e dim për shembull, pse s'na duhen vizat, ti ki afat caktuar sa mosh me qëndrua. Po, këtë na ka treguar. Ku ki me shku adresë? Ku shku adresa, ke pa kur të hin kufit vet ku ki me shku, i thon hotel, thotë aki ato dëshmin, ja kallzon. Këto rregulla do nuk kanë gomi për atë punë, po, është normale. Tash kjo që po bëhet, kjo që ka bëu qeveria e ka bëu, apo që tha aty ministri Svesla, tha duhet me pas dokumente valide të udhëtimit. Kjo është shumë e rëndësishme. Cilat janë dokumente valide të udhëtimit që i ka pranuar kryeministri Kurti në konferencë për shtet? Që përmend të letë njoftimet e struktura paralele. Janë ato dokumente valide. Për Kosovën nuk kanë qenë deri tash. Apo
Për të parë zyrtarisht Republika e Kosovës si një qoftë edhe në afat tranzitor. S'ka lidhje, nuk ka qenë dokumente valide. Domethënë një dokument valid nuk mund mu pranu përkohësisht. Jo valid. A ja është jo valid, ja është valid. Ko valid, pranojnë për gjithë. Mos ko valid, mos e pranon kur. Tash, ti pe pranon për shembull letër njoftimi se tu nuk ka vetëm probleme që i kanë çu struktura paralele. Përmendë edhe në letër njoftim shkruan që këto ta kanë çu drejtoria e policisë në Pej. Kuadër të sistemit të servisë. Mupi. Po, ku ka drejtori policisë në Pej, servisë. Ka të Kosovës, po nuk ka të servisë. Tash, kjo i bjen në një anë, do me thonë, simbolikisht është cenimi i sovranitetit të Kosovës, po në anën tjetër, në rrafshin praktik është problematike, sepse kjo është një institucion i cili është ilegal, se ekziston. Si shkëndesh në ekzistu. Ekziston. Serbia atje institucionet vetëm mund një gjithë çfarë dush emra, po për Kosovën nuk i shkëndesh me pas drejtori të policisë Serbisë në Pej, apo? Po shumë interesant, Visar, ministri Svesla, që thonë në Shqipni, Zvesla, ministri Svesla, ka bë fushat, me të drejtë, se ka supozu që ky ligj hin në fuqi dhe zbatohet ashtu siç ka hin në fuqi. A të qënë këtë video mas vendimit të Kurtit? A i do këtë vetja debil këtina? Apo për një me është debil edhe këtë nuk janë një kur gjo? Këta ka mërime një farë pozite në të cilën, do me thonë, instrumentalizimi personal farë nuk pjuva për shtypje. Pashtu. Unë menaj që Svesla, kërë ka bo këtë video e ka ditë që kjo nuk ka më majtë nga Albin Kurti. Kërë ka bo që këtë video Svesla, këta janë konë në negociata për mos me zbatu liqë. Se negociatat për që të marveshën që na u shfaq të shtunën e kaluar, para një jave, nuk ka nisë aty për aty. Jo, u tha në konferencë që kemi negociu një kohë. Ko gjatë. E tha shefi BE-s në Kosovë. Po, unë e kom pas në takime me përfaqësues të BE-s, unë e kom kuptu që prej dhetorit që janë të zhvillu negociatë. Sekrete. Populli s'ka ditë. Jo s'ka ditë kur gjë, po këto janë konë të zhvillu. Mirë po, na kujtohet për shembull dikon shtator të vitit të kaluar, ka qenë një takimi kryeministit me ambasadorët e Kuwaitit, në të cilin flitet për nevojën për integrim të sistemit arsimor dhe shëndetësor paralel në sistemin e Kosovës. Dhe kjo që ka bo Kurti këto do lidhet me çato. Do të flasim më vonë, domethënë për cilat janë implikimet e mundshme atje. Po domethënë përveç që është vendim të cilin e ka marrë jashtë procedurave ligjore, të cilin kryeministri nuk ishte këndesh me marrë. Pra po them, nëse ka dhe është në interes të Kosovës me bëni gjatë tillë duhet me bë, nuk jam kundër, mirë po duhet me bë sipas procedurave. Fshavat kujtohet dhe kur ka nisë negociatat në Bruksel, unë jam konë deputet atë kon gazetar. Halo vazhdoj me kon gazetar Bedrisi. Për unë s'jam deputet. Për çdo javë, ose jo për çdo javë. Para dhe pas secilit takim në Bruksel, ka pas raportim të atëherë kryeministit thashin kuvent. Do me thonë ato nuk kanë qenë që na i ka kallëzu këtë thashin, nuk po du me ngrit në një pjedestal ideal. Formalisht ka ardhur. Po s'paku ka ardhur dhe u ballafaqu me neve. Na kemi foli, kemi shtru pyetje, e kemi kritikuar, kemi ai na e ka kthyer kështu me radhë. Po është fol për dialog. Është ditë, do me thonë, po bomi gati për me pranu, për me e bo një marrëveshje, cila do ta parashek themelimin e Zajednicës, asociacionit që u quajke. Ka pas rezolut. Jo e quanit Zajednicë. Na e quanim Zajednicë, ka pas rezolut të miratuar para se mund nënshkru marrëveshja, për asociacion, rezolut të miratuar nga kuvendin, cilin kryeministri tha që pat marrë lejen e kuvendit për me e bo këta. Edhe pastaj ka pas raportim të rregullt pas nënshkrimit të marrëveshjes. Kur ka raportu Albin Kurti për herë fundit për procesin negociator në Bruksel? Ose sa herë? Që një vjetë e gjysë s'kem kuvend. Jo, ka për qeverisën e tij 6 vjeçare. Sa herë ka raportu në kuvend për këtë gjë? Unë me sa më 2 ose 3. Nduket 2. 6 vjet, bebe. 6 vjet. Hallall i koft. Hashim thashë që konë 6 vjet kryeministër. Komplet, apo? 7. 7. Do të thonë Albini ka hin vitin e 7. Është ka bëhet kryeministër me kohë gjatë sa Hashim thashë. Ka raportu veç 2 herë. Edhe kur gjë ai sa herë u kthy pe Brukseli ka ardhur ka raport. Gjithmonë ka ardhur. Gjithmonë. Tash ato raportime aty u bë, kanë ardhur gjurordia. Ka lidhje, po ka ardhur formalisht. Ka ardhur kuvend edhe ka ardhur. Na edhe kur kena thirrë në raportim ka ardhur kuvend. Domethënë kur ai nuk ka pas po na kanë thonë pse s'po vjen me raportu pse po msheva ka ardhur ka raportu. I ka thonë që ato që si na pajtuan ne. Pavarësisht kësaj. Domethënë Kurti e ka arrit mungesën e transparencës në dialog në Kosovë-Serbi. Me bë diçka normale. Në një fazë ku transparenca është më e rëndësishme, sepse tash po flasim për mekanizma të zbatimit të marrëveshjeve, jo vetëm për marrëveshjen si të tilla, po jo. Ky është një prej mekanizmave të zbatimit të marrëveshjes. Tash neve Kurti do të na kallëzoj ç'kjo që ndolli,
që ky pranim. Pse u dash më bokja? Pse u dash më bon që të formë? Pse u dash më pranu që të ditë? Nështë ta ka për një mes pjekim nacional, nuk me e mohojata. E dyta, që është ndërlidhet kjo me integrimin që thëjke të sistemit arsimor dhe shëndetësor në Kosovë. Çfarë lloj integrimi ka u bëjë, në çfarë baze, në çfarë forme? Se na, të mos harrojmë, na e kemi një draft statut që ka shkruar BE-ja për themelimin e asociacionit. Apo kur nuk o bëu publik formalisht, mirë po na e kemi dokument, na kemi lexuar. Cilat janë shtyllat kryesore të zajednicës që draft statut janë shëndetësia dhe arsimi. E tani këtu, nëse më lejan. Zoti Kurti, patrioti Albin Kurti, ka fillu me zbatu marrëveshjen e Brukselit përkatësisht Ohrit në mënyrë të heshtë. Ky del flet publikisht që unë nuk e zbatoj, unë nuk e qoj draft statutin e gjykatë kushtetuese, që është gabim trashanik, sepse gjykata kushtetuese nuk ja kish leju këtij kur me i pranu dokumentet e lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë. Pra, ky duke anashkalu gjykatën kushtetuese, ky po kryen favore për Serbinë edhe për serbët e Kosovës që jetojnë në Kosovë, kryesisht në pjesën veriore të Kosovës. Ky ka fillu me zbatu asociacionin Zajednicën që ky quante. Zajednicën matron se sa 2013-2015. Se aty e ki arbitrazhin, se aty e ki statusin e kishës ortodokse sërbe në Kosovë, se aty e ki rezolutën 1244. Dhe në kuadër të këtij asociacioni, Zajednice, është arsimi dhe shëndetësia, të cilat futen në një sistem paralel të Republikës Kosovës, por që menaxhohen nga serbët, përkatësisht nga Serbia. Dhe ky njeri ky njeri po e zbaton një gjë të tillë. Ky njeri ka hjek dorë nga sovraniteti i Kosovës ditën që ka dalë në konferencë për shtyp me 2 përfaqësuesit BE-s. Ky njeri po i njeh këto struktura që e luftojnë Kosovën tash e 26 vjet. Ky njeri po i pranon si të mirë qena strukturat me cilat ky ka thënë që po lufton në veri të Kosovës gjithandej. Pra, ky e ka përdor si luftë, si propagandë për të rehabilitu kërkesat e Serbisë. Sepse nëse pranon një gjë të tillë në këtë situatë, cili është interpretimi, ka militant të Albin Kurtit, janë do të kfjellët, po janë shumë poshtër, të cilët sot thonë u hoqen masat, u hoqen sanksionet. Ta di sot se pranojshin që ka sanksione. Veç kur u hoqen po pranojnë që ka pas. Po, ne kem tash veriun, nuk është Milan Radojqiqi, nuk janë bandat kriminale. Çka ka sot? Çka ka synu Serbia deri sot? Ka synu Zajednicën. Ka pas një tentativë për pushtim në Banska, pra përfutje në një konflikti të armatosur, i cili dështoi falë policisë Kosovës, falë përgatitjes së tyre, devotshmërisë së tyre, profesionalizmit, gjithçka, dhe me që dështoi kjo, është ajo që ka pranuar Albin Kurti, asociacioni me kompetenca ekzekutive, ndarje të shtetit Kosovës mes shqiptare dhe serbe. Si do qoftë, në këtë fazë, qysh e ka bon, mendoj që ka bon mirë. Jo, dakord, po... Ka bon mirë, po është veç gënjeshtar, është mashtrues dhe i poshtër, se për ndryshe mirë ka bo, veçanërisht në kohën e kësaj krizet madhe ndërkombëtare. Unë mendoj çfarë. Domethënë për me vendos kështu në kontekst të debatit. Unë mendoj që për sa i përket integrimit të serbëve në Republikën e Kosovës, na jena dakordu këj Kosova, përmes liderëve tonë politik, që kena me bo akomodim asimetrik për disa prej çështjeve që përveç Albin Kurtit një kohë. Përveç Albin Kurtit një kohë. Domethënë dhe kjo ka nisë prej procesit të Vjenës, përveç edhe me një kohë, prej procesit të Vjenës në për procesin e Brukselit. Për to ana dakordu.
ka me pas një farë asimetrie. Asimetri e cila nuk e rrezikon funksionalitetin Po e kemi Republikës. kusht për pavarësi. Po, nuk e rrezikon funksionalitetin e Republikës dhe në ndërkohë është edhe e menaxhueshme si megjithatë asimetrie e përkohshme, se nuk është menduar kur që kjo ka me pas përjetësi. Po është asimetrie e përkohshme për me akomodu së gjë. Dhe unë jam dakord me këtë akomodim. Unë jam dakord që ka një herë dush edhe me bo gjëra të cilat nuk janë për brenda logjikës racionale të zbatimit të ligjeve, pra që dush me bo afate shtesë, dush me bo nashta suspendim të disa rregulla për një kohë caktuar për një pjesë të popullatës. Këtë janë në rregull. Veç procesi politik që është mëriti drejt e kjo është shumë i rëndësishëm për mendimin tim. Pra e folëm, domethënë ti ke mujt që ta me bo me kuvend dhe o dash me bo me kuvend. Fakti që na s'kemi pas kuvend nuk o faj kërkujna tjetër përveç Albin Kurtit, apo jo? Pra ky nuk do kuvend. S'pa do të kuvend. E tash s'pa do kuvend edhe për çito, po shihet. Po pra. Se me pas kuvend, kish kanë desh tash me shku me kallzu çka ka bëu me këtë marrëveshje, apo? Tash s'ka kujna i kallzon. S'ka. Media s'del edhe kur që kërkojna. Ç'ke të para. E dyta. Dhe opozit nuk e cila kërkon llogari Po. në tempullin e demokracisë që për mua është sheshje dhe rruga, nuk është veç kuvendi. Veçanërisht kur nuk e ki kuvendit, ti s'ki tjetër ku me folë. S'ki. Se me pas kuvendit, thu flasë që do. Ku po flasë tash, kur gëdhejsh? Të DPT të fidoni. Tjetra, për shembull ti e përmende me drejt zajednisë në asociacione. Unë jam për mu themelu, asociacionet kuptohen fillim. Po ja varet çfarë kompetencë. Dakor. E po, tash. Procesi politik drejt asociacionit po ashtu është i rëndësishëm. Për që ata unë e kom pas shumë bezdi, kur ka ardhur Kurti në pushtet. Refuzimi i tij publik, kategorik për themelimin e asociacionit, në farë mënyrë e ka qitë Kosovën në pozicion gati se spektatori rreth themelimit të asociacionit. Atë kujtohet kur pa thonë diplomati Amerikan Escobar që thike e bojmë edhe pa juve. Po. Ajo mund me në kuptu disa gjëra. Një prej atyre gjëra që mund me në kuptu ka ndodhë. Ta kanë thonë, mere shkruje ti statutin, që shteshe asociacionit, si Kosovë, apo? S'ke dasht. S'kena dasht. Qa kanë ndodhë në fund? E kanë shkrua ta. E kanë bo pa ty, apo? Edhe ta kanë provë. Ta është të ke thonë, nëse pranoj ta kur qysh. Oke, që kjo dokumenti. Jo, e pranon ka dalë. Tash, me pas një procedurën që është mendu, pra Isa Mustafa si kryeministër që ka insistuar që ka thonë çfarë dush dokumenti e shkruajnë, po do të më çon gjykatë kushtetuese. Që ka pështu Republikën e Zakonisht Kosovës. e mëshme. Domethënë një kërkesë që do këtë vogël ka qenë shpëtimtari në përgjithësi i mbrojtjes së kushtetueshmërisë së Kosovës, me pas një që ata Albin Kurti më thon po më çe shkruajmë çë dokument ose ha çe pe marr tot ju, se kum shkruani unë, në rregull, çe pe çon gjykatë kushtetuese, në kohë në rregull po fillojmë zbatimin. Ishe pranuar Këshilli i Evropës, gjykata kushtetuese ti kishte këtë problematikat aty që mund me pas. S'kena që me diskutu këto Jo, ka aty, 3 gjëra janë aty. 3 gjykata jonë kushtetuese e ka dëshmuar që në raport me këto gjëra është shumë e vëmendshme. 3 i kishte eliminuar. E ka ndërzu komplet marrëveshjen e 2015 të gjykatës kushtetuese. Apo? Po. Që kjo gjykatë kushtetuese. E jona ka thonë jo, që kjo nuk ka përputhje. Apo? Njëjtën gjë kish mund të bëhet tash. Dhe procesi i shku kështu. Albin Kurti do me thonë, kështu ish për mendimin tim shkon shumë më mirë për Kosovën. E kishte marrë dokumentin të pastruar mbi gjykatë kushtetuese që kishte thonë që ky është, Këta e zbatojnë. çito unë më me zbatu. Kur ndërkombëtar si kishin bë presion për tjetër jo se ndërkombëtarët e kanë pranuar faktin që na kanë më çuar gjykatë. Ata na kanë kërkuar që na më çuar gjykatë kushtetuese. Sa kujtohet ambasadori Ovenia që ke për çdo javë. Po presion ka qenë. Edhe njëra prej arsyeve pse si jena pranuar në Këshillin e Evropës është pse Kurti nuk e ka thënë draft asociacionin në gjykatë kushtetuese. Jo, e vetë një arsye. Këtë jetë jo në rregull. Vetë që të hapë dash me bo. Kosova veç nuk o dash me themelu asociacionin që është po gënjen lep vendosja. O dash veç me nis procesin. Veç me që unë gjykatë kushtetuese ti sot ishe Këshilli i Evropës. Unë e ti në Strasburg kishim mujt me shku. Në Strasburg kish mujt me shku, hashim thasi. Shkadri Veseli, Recep Selimin, Jakub Krasniqi, për shkelit atje, apo jo? Se gjykata e Strasburgut për drejtat e njerëzit është shumë më e fortë se çfarë do gjykata tjetër. Nështë për stamër se ka dashur kë? Që to janë pasojë ato nuk e di sa kanë qenë qëllimet. Nështë pikërisht për sta nuk ka dashur zoti. Sa kena folna që ka shkelje drejtave të njerëzit me cilat kërkosh smerën gjykata speciale. Strasburgu ish marr. Po. Se çat obligime ka. Po. Po ti s'o smundesh me shku se Kosova nuk ka pjesë e Këshillit të Evropës. Sepse Kurti ka nxjerr problemet që na jemi antar të Këshillit të Evropës. Dhe rrjedhimisht shkelja të drejtave të njeriut për thashin, Veselin, Selimin, Krasniqin, Calin, Ujkun, lidhet me pasoja. S'ka adres. S'ka adres. S'ka adres. Se në ligjin për gjykatën speciale, se pak po me bëjmë digresion, në ligjin për gjykatën speciale e ka
si me thonë, hierarkinë e vetë juridike deri te gjykata kushtetuese. Po. Edhe në gjykatë kushtetuese ata e kanë një gjykatë të vetën, me thonë kështu. Mirë po nuk ka alternativë për gjykatën e Strasburgut. Se s'mund me pas. Sa e ishtë dalë jashta sepse është themelu me rezolut të Këshillit të Evropës. Ajo me konventat e Evropës, ajo tjetër gjë, tjetër standarde i të drejtave të njerit. E ato nuk e shkelin ata për gjykatën speciale tonë, as për kërkan. Dhe, mi u kthy temës. Domethënë kishim shku në procedurën siç është, po Kosova i shkon e sigurt që shkelje kushtetuese nuk mund më u bë, sepse gjykata kushtetuese është garante që e kishte ndaluar këto. Rrugën që e ka një Albin Kurti është rrezik për Kosovën, sepse ky nuk po e trajton fare dokumentin në raport me kushtetutshmërinë e tij, për shembull, edhe që kjo marrëveshje dhe tjera që mund me dalë të armën zbatimit marr. Domethënë, tazëm integrimi edhe i shëndetësisë dhe arsimit. Në bazë çfarë bëhet? Kush e vlerëson ato? A është përputhje me kushtetutën ajo? A është rrezik për Kosovën? Është vetëm vlerësim politik që ja bë Kurti apo jo? Domethënë, as njerëz të vetvendosur nuk e dinë a ka qenë rrezik ajo. Në anën tjetër, në procesin që po e propozojmë, na kishim pas të shkruar nga gjykata kushtetuese dhe kishim ditë saktësisht çka bën dhe s'ka zbën me bu, apo jo? Po. Domethënë kishte pas vlerësim profesional kushtetues. Për këtë gjë, dhe i shkoni qet pastaj. Mirë, po pse ka zgjedhur Albin Kurti mund të thonë çet rrugë, sipas mendimit tim. Albin Kurti ka zgjedhur rrugën e zbatimit të asociacionit pjesë-pjesë, që mos më bëhe madhe, që mos më dogë që ai po zbaton. Se kërkosh në vetvendosje nuk flet që kjo është një prej zbatimeve të asociacionit, apo jo? Po. Domethënë ai ka dashur me e pështu figurën e vet, popularitetin e vet, tu e rreziku Kosovën. E ndërkohë që unë çka pres për një kryeministri presidentit të Kosovës, është në fundin me thonë diçka unë s'jam i rëndësishëm, i le të pështoj Kosovën. Edhe nëse unë e marr kritikën dhe fajin. A kemi pas lider të tillë në të kaluarën na? Unë mendoj që po. Me gjitha të metat dhe problemet që i kanë pas, kërkon punat e Kosova, pra me shpëtu Kosovën në këtë procesin e mall politik, ata janë gatshëm me i marrë shamet për veti, që mos me shti Kosovën sankcione në rreziqe. Albin Kurti po e bën të kundërt. Edhe me çdo të kundërt, problemi më të madh nuk e ka më që ai po e pështon popularitetin e vet. Problemi më të madh që e ka më që na edhe po hajmë sanksione, edhe po i hajmë kompromiset. Hajde të kthehemi pak disa vite më vonë. I gjithë konflikti në veri, dhuna ndaj Kforit, gazetarëve, sepse Kforit dhe gazetarët ishin policia deri te vrasja e zyrtarit policor Afrim Bunjaku. Nisi për shkak të targave, që ishin ilegale. Dhe aso kohë për shkak të luftës në Ukrainë, Amerika, Bashkimi Evropian kërkonin me shtyje dhe pak. Drejt legjitime e Kosovës me zbatu, sepse kjo lidhe me marrëveshjen paraprake të arritur nga zonja Edita Tahiri në Bruksel, ka qeveritë e kaluara, dhe drejt Bashkimit Evropian, legjitime Amerikës është që me shty pak se i kemë do probleme më të mëdha, që atje një luftë në zemër të Evropës, jo që ka do luftë, Rusia të e pushtu Ukrajinën. Por zoti Kurti na doli këtu patriot, i hyni kësaj pune, mirë ka bo, do banda nuk janë ma në Kosovë, do kanë shku në burg, do nuk kanë shku në burg, shumica janë largu për i Kosovë, dhe sot, sa vjetë ma vonë, zoti Kurti pranon në konferencë për shtyp live para qytetarëve të Republikës Kosovës se kam vendos me pranu dokumentet e lëshuar nga strukturat paralele të Serbisë. Si targa, si libreza automjetit që lëshohen nga një autoritet, njëjtë është letërnjoftimi. Është i lëshuar nga i njëjti autoritet, MUP-i Serbisë. MUP-i, Ministria Punëve të Mbrëmshme të Republikës Serbisë në Kosovë. Të instalume në Graçanis, në Veri, në Gorazdes, në kudo, të Rizaj, gjitha vendet ku ata i kanë këto zyra dhe këto. Tani Visar, qysh ka mundësi ky njeri që me krejt këtë propagandë fiton pushtet se gjoja për i lufton strukturat paralele, dhe del në konferencë për shtyp i pranon strukturat paralele,
nuk merr ndeshkim, nuk ka reagim. Opozita është e heshne, ka reagu vetëm PDK-ja me një komunikat. LDK-ja s'ka fol fare. AK-ja s'ka fol fare. Vjosa Osmani s'ka fol fare. Prej qimpeke sa e mosë një. Unë e pash për shembull është raportu edhe në disa përgjigje që janë dhënë edhe nga përfaqësues të BE-s në Prishtinë. Që BE-ja po çuditet me reagimin e partive në këtë rast të PDK-s, domethënë sepse po e konsiderojnë që këta kanë qenë gjithë konstruktiv në procesin e integrimit evropiane. Dhe ato që ka bërë zoti Kurti me këtë marrëveshje ta quajmë ashtu, është në kuadër të avancimit Kosovës në integrimit evropian, pra sepse dialogu është si i tillë dhe këtu pajtohet domethënë që qasja konstruktive e Kosovës e ndihmon Kosovën në procesin e integrimit evropian. Këtë që po thëmë është këtu reagimin e partive politike në këtë rast të PDK-s qatë sa ka qenë, e mirë kuptoj vetëm në një pikë, që ti nuk mund është që të gjëra, pavarësisht që mund t'jenë të rëndësishme dhe dobishme për Kosovën, me i bo në këtë mënyrë të heshtur dhe të fshehur. Veçanërisht nëse janë dobishme për Kosovën, pse s'po flasim për to. Pse s'po i promovojnë si dobishme? S'po flasim për to, pra nëse ka diçka dobishme për Kosovën, nëse ti e bën diçka dobishme për Kosovën, ki nevojë me mshef ata? Pse ki nevojë me mshef? Përkundër se ti ki nevojë me dalë me thonë. Me bat njëjtin video, sikur Xhelali që paralajmëronte se prej 15 marsit, po bra, u kry ligji po e në fuqi. Dhe këtë drejtim unë nuk e kuptoj pse të ka diçka e dobishme për Kosovën, të cilën nuk po bëj ka me ditë popullata. S'ka kuptim kjo punë. Tash, nëse ka, si më thonë, a ka këllëshim për, a ka kompromis, ka kompromis. Unë jam gjithmonë pro kompromis. A është kompromis i dëmshëm për Kosovën, jo domosdoshmërisht. Kur s'na ka dalë keq kur kemi bërë kompromis. Po del kallza. Del kallza thuj çfarë kemi bërë për çfarë arsye dhe çfarë kemi ndërmend me bë. 18 mars 1999 Kosova ka bërë kompromisin më të madhin i cili ka sjell lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja e Rambojës. Po flas, jemi në javën e marrëveshjes së Rambojës. Aso kohë komandant të zonave të ndryshme, përfshirë komandantin e përgjithshëm Sulejman Selimi, komandantin e zonës Llapit, Rustem Mustafa, kanë kërcënu delegacionin e Kosovës në Rambuje, që u hiqe nga shqiptaqi, që mos ta pranojnë marrëveshjen e Rambujës, sepse kanë me krye aktratije, kanë me arrestu. Kanë merzu aeroplanin, që është merzu aeroplanin dhe sa të vjen Kosovë, për njërë nga ka dalë gjëja ma e mirë. Starojmë, zoti Kurti ka qenë kundër kësaj marrëveshje. Edhe asaj. Edhe asaj. Edhe marrëveshjes së Vjenës, që ka sjellë pavarësinë. Edhe marrëveshjes të Brukselit. Edhe marrëveshjes të Brukselit. Edhe secilit kompromis që neve na ka dalë mirë, me ma shumë dhimbje, me ma pak dhimbje, natyrisht janë disa kompromise dhimbshme, po që në tërësi nuk e kanë prish shtetin e Kosovës, apo jo? Përkundrazi e kanë avancu. Përkundrazi, sepse ka pas siguresa. Rasti fundit, au hëq fusnota. A e dibre që a i kanë bo Edita Tahiri, zonjes Edita Tahiri, për deklaratën se fusnota është një fjollë bore, cila do të shkrijet në pranverë. Dhe tani kjo është një deklaratë figurative, cila u shkri, apo jo? Dhe tash zoti Kurti po e merr këtë si sukses të ti shkrirjen e fusnotës, ka qenë edhe kundër saj, e kanë sulmu në aeroport të gjithkohën për shkak të kësaj. Protest. Dhe u shkri ajo. Pra janë disa kompromise që në vazhdimsi Kosovës i kanë sjell dobi, por kanë qenë transparente. Kanë dalë përfaqësuesit dhe kanë thonë kjo. Që ashtu. Që kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ky, domethënë janë dy gjëra të rëndësishme në këtë proces që ti po e përshkruan që në secilë situatë, domethënë situata më të vështira, rrethana më të vështira, udhëheqësit e Kosovës për çfarëdo arsye qofse janë një dop, qofse janë tut, qofse janë konçase, nuk po më intereson, e kanë përcjellë çet procedurë. A e përmend Rambujen? Jo, a diçka është një gjë interesant. Mos e harro. Kur janë kthy për negociata zakonisht prej Vjene, konferencat për shtyp i kanë marrë në aeroport të Prishtinës, atë kujtu. Në aeroport. Unë kam qenë si gazetar
10 aeri kam Ke pas informim të rregullt ke pas për atë. Pe aeroplanin, konferencë për shtyp, kjo, po diskutohet, kjo, synimi jonë është edhe marrëveshja finale është pavarësia e Kosovës. Po, halo, se hajde atëherë na kon të lirë. Apo kur procesi Vienës. Jo dalë në raport që dhon konferencë për shtyp. Në rabëje që e përmendti që mund bën shumë përshtypje. Pavarësisht se atë kanë qenë arsyet. Hashim Thaçi që kon përfaqësues politik i UÇK-s, apo? Dhe u hes i delegacionit. Në rabëje ka thonë nuk mund të nënshkruaj ta pse, pa folë me tjerë. Apo? Po. Pse është tyja ajo për 2 javë? Hashim Thaçi që dosh me shku mu taku me Adem Demaçin në Vjenë, ku taku, pastaj edhe me komandantët që i përmendet. Te këtu më u shpjeguan, më thonë që çfarë bëjmë për çdo arsye. Pra, në farë mënyrë me marrë një farë legitimiteti politik. Nuk jam këtu kryen veti. Unë po them që procedura është jashtëzakonisht e rëndësishme me u ndjek. E cila procedura që do të mund ndjek se si në situatash që mos me marrë të vendime kryen veti. Tek e fundit konsultove me të tjerë. Do të thonë në vend demokratik me institucione funksionale. S'mund të kryeministri a presidenti, kushdo qoftë, me marrë vendime kryen veti. Kështu konsultu me kërkon. Kërkon. Madje kanë nxjerrë Xhelalin si debil me bë vedo aty, se qysh qykyles ka me him fuqi dhe çka ka ndodhur? Rrezik që pjesa më e madhe e deputetëve të televizionit vendosje e kanë marrë vesh për këtë marrëveshje në televizion si unë ti. Njëjtën kohë kena ngu. Apo edhe Mefi e Fadoni deklarat ku tha le ta harron Serbia se na shkelim ligjin. Kjo komendohet kështu. Pas ka fut fjalë forta. Se kisha rekomanduar me thonë se. Po gjithë ngulen Po se këta për me besojnë që ashtu, se këta kur folë kletë Albini... Ja, besoj. Ka instrumente që a i përdor. Nasa ka në prasuje... Ja, bre, edhe oportunist, edhe i thot, dele thone qëta se po na vim pak me mjegullë, masanej... Po më në regull, unë veç që po thëmë është që për një me është koha edhe me ne që qëta gjithë pikë si shkondesh dikush me pas kundërshtim. Se koptej pse mund me pas dikush kundërshtim, me thonë ketë në regull. Ketë për pajtomi, mund me qenë për interes Kosovës. Transparente me bo? Transparente bre dhe konsultove me njës, konsultove se mund me bo gavime. Ti a din që për shkakun procesin në Bruxelles, Besnik Bislimi dhe Albin Kurti, mesh nuk janë konsultu me kërkën që e kam përvojën e procesit, se kështë ka nisë qatë ditë, kështë ka nisë 2 mene majtë. Mes nuk janë konsultu me kërkën kanë bërë dhe gabime elementare. Shamu ta kanë qelë edhe temat të cilat janë mbyllë, se këta si kanë di që janë mbyllëra. Për shamu? Po për shamu qëra kërë kanë bërë marrëveshjen për energjinë. Dhe më thonë, një prej gabimeve që e kanë bërë këta është që kanë thonë, e kanë shkruar në marrëveshje, që Elektroseveri obligohet që listrat e ketë klientëve me ja dorëzu kostit, zërresa. Ata kanë thonë kanë nështruar qëta, edhe u themelu Elektroseveri. Ata kanë thonë anë lista, ata kanë thonë anë kompanisë u themelu, na s'kem lista. A u dënë? Lista di ka postit të kush, nas qena ajo kompania ilegale. Ajo kompani tashme. E re, e registrume në ARBK. Dhe më thonë që s'far gabime elementare kanë bërë. Apo u dënë? A, i kam pas njerëzit. Se unë s'jam i sigur që këta bëjnë gabime, po menoj që janë dëmshëm. Janë edhe dëmshëm, po edhe që kjo dëmë. Edhe që kjo dëmë, sepse kur ti mendon që je din tanat, për shkakun kur ti mendon që e ki koeficientin e inteligjencës 3 herë më të madh se këtë Kosova bashkë. Kush ka menuar që kjo? Besnik Bislimi, ti atëherë bën si gabime. Për një me ai ka menuar që kjo? Valla, unë kom nisë, ju ka thonë ambasadorë, unë jam njëri më i mëshëm në Kosovë. Po si do qoftë, këto janë, si me thonë fjallë. Tash, qëre ku është krimi më i madh për mendimin tim? Po mi ka menja që edhe unë jam i mëshëm. Ti a ke pas këtë ekipin konsultativ që kanë financu ambasada norvegjeze të organizuar nga Naim Rashidi? Ku ke pas Blerim Shalin antar, edhe sot e ki. Blerim Shali akon për ambëjes e tutjen secilin proces negociator. Ngrejt. Nëse ka një database që ecë me 2 kom për procesin negociator, edhe vetëm sëroj. Po Blerimi akon edhe në Bruxelles, Blerimi akon edhe me Hashim Thaçin president. Nëse e ki një database që ecë me 2 kom për procesin negociator e ki Blerim Shali. Se kanë konsultu. Që tu e ka pas? Gatshëm. Se ka najt ajet. Se rrinë mërë këta njerëz marrin përgjithësia, veç për një roga? Pa, ajo është me gjitha të grup konsultativ. Konsultativ të... A ka konsultu në jarë? Nëse dëmi një këshillat e mija, që ku janë, nëse s'dëmë, këta e kam prezentu se e di unë një draft, apo? Po mërë këta kam... Këta ka refuzu. Këta kam bo dokumentet, në ti që këta kam punu. Këta ka refuzu, apo? Problemi që... Dhe ka mod një ma dëmshëm, që ka prezentu Franca dhe Gjermania.
Për shembull, tash edhe këto e kam me dëgjume, natyrisht se kam konfirmuar, kështu që muj me thonë me gjysë zëri, po mendoj që është e rëndësishme është që ky ka befasu edhe njerëz të afërt në orë. Nuk kam prit që ky e pranon. Aneksin. Se tjetër aneks i ka ardhur për qeverisë Kosovës 2 ditë përpara Ohrit, me ato detaje që kanë kërkuar, ka thonë që kjo dokumenti bazë cilin do të diskutojmë kur janë shkuar atje, kanë pasur reduktuar komplet disa gjëra si ka pranuar Serbia ashtu më radh, e reduktuar nga dokumentet që pak a shumë s'ka bërë kur gjë, po edhe kon pak i dëmshëm. Bën të rizgje Vučićit me nënshkruan. Po, edhe ky ka dalë Dokumentin më dëmshëm. Veç nënshkruaj atë se pas zbatojmë. Domethënë dhe që to ka përcime të çuditshme. Që mund të kujtohet një fjalisë që ma kujtova për shembull për fusnotën. Mu kujtohet atëherë gjatë kohës sa u diskutu fusnota, Hashim Thaçi si kryeminist i ka thonë jo, publikisht ka thonë na se pranojmë. Tani natyrisht do bëhet marrëveshje edhe ka thonë po. Tash na e patëm shpik një formull. Fal, kur është bëhet marrëveshje, është dash në fusnot me fut edhe disa elemente. Po. Rezoluta 1244. Ata ka kërkuar Serbia, që ka kërkuar Serbia, që ka pranuar Albin Kurti, Kosova ka shti vendimin e GND-s. Edhe me ato e ka pranuar. Pashi. Domethënë ka qenë proces negociator në cilin Kosova e ka nxjerrë. Po në marrëveshjen e zotit Kurti nuk e kemi GND-n, vendimin e GND-s, e kemi vetëm rezolutën 1244. Po draft statut. Po çfarë do të thonë është që domethënë na pa të shpjegat atë në formull që Hashimi po i thot disa joja të vogla para se me thonë po në madhe. Atë? Domethënë dëshim me paraqitë se këto joja të tij janë pak a shumë për konsum brendshëm. Derisa thot po. Albinio ka bërë një jetë gjë tash, po mendoj se pa negociat. Ai Palemeu ka e bën për konsum brendshëm. Jo, del Xhelali thot ka tjetër na nuk e pranojmë to ligji ka mos batuar dhe pik. Edhe vjen Sorensen në Prishtinë veç thot një po të madhe. Auto. Kjo është shumë e dëshme. Sepse ti tu thon ju edhe tu qenë, si me thonë, kokfort në jonë tonë, për konsum të brendshëm, ti për preashton vetën nga procesi politik. Kështë është më konë proces politik. Po, e pranoj që ta, unë i pranoj që tu, i pranoj edhe që ato dokumente për 12 muaj, dakord. Tranzitore. Po të tranzitore, dakord jem. Mirë po e lypi që ta. Donë se jemi 26 vjetë. Mirë po e kërkoj që ta. 27, fakt. 27 vjetë. Në më thonë 6 vjetë të Kurtit në... Qa morën në kompenzim saj? Qa ka fitu Kosova qëtu? Najsan. Që e dim na, që ka aty nuk e di, për që e dim na kur qesh. Heqja e sankcioneve plota. Tash, a ke pa që po thonë, ligji do zbatohet në plotnim as 12 muajve. Ka një fuqi, ka një datë 15 mars 2026. Jo, ka pak përqysh, do më thonë, zbatimi i plot i ligjit të ka fitore për Kosovën, ajo është normale. Sejmi në fund, edhe një gjë shumë poshtër që tha zoti Kurti dhe tash këta sejment e ti. Tha, me këtë vendim përfitojnë edhe shqiptarët e Luginës. A ndërkohë, para hyrjes fuqit të këtij, shqiptarët e Luginës për çdo ditë kanë pas kërkesa për zotin Kurti me u ndryshu se dëmtohen ata. Kërkush nuk i ka përfill. Madje as ata të Luginës që ky i mon kabinet në cilësi të këshilltarëve. Thjesht s'është marrë me ta. Kur e zbatoi për serb, tha përfitojnë edhe shqiptarët. Tradhtari i madh është. Mirupafshim.